Kryetari i Parlamentit Ilir Meta, i shoqëruar dhe nga Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj, janë dalur sot në qytetin e Bilishtit, ku kanë inauguruar një biznes fason. Gjatë fjalës së tij, Meta tha se hapja e bizneseve të tilla në Shqipëri ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Po punohet për të zgjeruar më tej këtë aktivitet dhe për të shtuar edhe 250 vende të reja pune, gjë që është një kontribut jashtëzakonshëm për komunitetin e Devollit dhe të Korçës, që do aq shumë punën, dhe jam i sigurt se shumë shpejt do të ketë zhvillime të reja, të cilat e mbështesin këtë aktivitet, si aktivitetin kryesor punëdhënës sot në Shqipëri, po jo vetëm kaq, por edhe një ndër aktivitetet kryesore eksportuese dhe që kanë ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë zhvillimin ekonomik edhe social të vendit. Ndërkohë, Ministri Veliaj, teksa vlerësoi hapjen e biznesit fason, tha se hapja e tyre është një provë e rëndësishme e besimit që vendi pasqyron tek investitorët. Mandej Veliaj është ndalur dhe tek skema e pensioneve, duke pohuar se qeveria është duke përgatitur një skem të re për bizneset fason. Tatimi i fitimit për 3.5 milion dollarësh që merret nga kompanitë fasone, t'i rikthehet prap kompanive fasone në formë grantesh nëpërmjet fondit punësimit, me të cilat mund të paguajë sigurimet shoqërore. Kështu që në një farë mënyrë një rrugë edhe 3 punë. Biznesi i fasonëve në qytetin e Bilishtit është një biznes i ri dhe rezulton të ketë 540 gra të punësuara.